E ndoqëm së bashku edhe udhëtimin tonë në Austri. Në këtë muaj në Austrisë, kam nderin dhe kënaqësinë me pas të ftuar përsëri Elhami Berishën dhe Donat Rajcaj. Mirë se erdhët përsëri në Pasion e Profesion. Donat, si kalove sot? Mirë. Faleminderit përsëri për ftesën. Edhe shpresoj që kena me bu diçka të mirë. Tash po vite ti, veç flas pak me Elhamin, sepse Elhamin e kemi nga Austria, ka ardhë dhe ka gjithë ku ka ardhë në Pasion e Profesion, po besoj që duhet me mikë prit. Aj, kena i gati të eqë. Patjetër. Aj, një bu shok. Shpit vetër. Elhami, si kalove, sot qështë po kalon në Kosovë? Mirë shumë, faleminderit. Qa kime përgadit sot? Sot kemi me përgadit një cordon bleu me cornflakesa edhe fara kungulli, që përmbon cheese edhe një risk salam, edhe patatet të zira. Do të thotë edhe kjo recetë është pjesë e Schnitzel House në Vjenë. Po. Që e keni restaurantin. Mirë, po pres me pa edhe si përgatitet. Donat, mirë se na erdhe. Mirësi ju gjeta. Si ke kalu këto ditë? Mirë. Po më vjen mirë që jemi rikthy përsëri bashkë këtu në Pasion edhe me pa diçka ma shumë. Sot çka kime përgatit? Se po shot në produkte qëto. Sot kena me përgatit një sushi. Kove të fundit, vjetë e fundit edhe të na kam ri ushqimi japonez, sidomos sushi. Sot kena me bu një mix pak sushi, po kena me bu edhe për njerës që provojnë për herë të parë, nështë ta zgjidhja ma e mirë, se është komplet me produktet të pjekuna, jo krudo, jo të gjalla. Na me bu me wagyu për mi, me wagyu beef, që është një prej mishnave ma luksozë dhe ma i kërkum. Edhe mrena me King's Crab, do me thonë, me gafure mbretërore, që vjen prej Alaskës. Me Pasion e Profesion pra për përgatitet sushi. Okej, ju duhen edhe disa produkte po besoj, që mundemi me i gjetë të këndi ETC-s, mundeni me i marrë shportar, edhe me ardhë bashk me marrë produkte tek ETC-ja. Ta ashtu shikues të dashur, mos harrojt ju tregoj që tek ETC-ja mundeni me gjetë të gjitha produktet që ju duhen për shtëpit e juaja, siç edhe ne i gjejmë këtu në Pasion e Profesion. E derisa Donati bashkë me Elhamin përgatisin, fillojnë i qesin të gjitha produktet në për tavolinat e tyre, ne po shkëputemi për një blok të marketingut, përqëndroni me ne, sepse do rikthehemi vetëm pas pak. U rikëthujem pas blok të marketingut, nështë ashtë pak zhurnë, po na bën zhurnë qatje Elhamia. Donat, na tregove që kime përgatit sushi. Unë po du me e pa gjithë procedurën që është përgatitet një sushi. Kom tentu, kom provu me përgatit. Nuk ja kom dalë mas mirin bot, po dikun kom qenë. Por nuk është gjithmonë. Ku është sekreti me përgatit sushi të mirë? Normal, herën e epizodin e kalume faktikisht e përmenas që më pyte cila është pjesa ma e mirë për mu e kuzhinës, është sushi, se është teknika që si bëhet sushi, për mu është relaksuse, normal. Okej, apo na tregojnë që ato teknika? Shpërndarja rizit krejt këto, mu mbojnë muni mirë, është puna ma e letë. Normalisht, i lagin pak durt, për shkak se rizi i sushit është... Okej. Edhe një loj arti kështu në vete. Po, fiks për atë arsyun edhe për mena herën e kalume. Po cila është pjata e parë që e ki përgatit njëtën tonde, Donat? Pjata e parë. mend. Pjata e parë, po ka qenë sushi, nuk po e moj men fiks, po konë sushi, se fillimisht kom fillu veç me sushi. Besoj ka qenë ashta nigiri. Sushi nigiri, që buhen veç me oriz edhe me flarët prej shijes tani, me salman. Shja ke dala, a ki po mirë? Mirë. Ashta jo fix perfect, po normal, me praktik tani buhen gjana. Apo ju jep shpresë atyre shikuesve që janë të ndjek Pasion e Profesion që do shta edhe me herën e parë që tentojnë me përgatit sushi, ja dalim kështu mirë? Po, mujë, nëse e shikon mirë, edhe mund është me i vrejt me fillim teknikat se qka po buhet direkt në sushi, po.
Ndiqeni pra, ndiqeni mirë edhe përgatiteni edhe në shtëpi. S'keni nevojë veç me dalë jashtë edhe me provu sushi. Elhami, që po të shkajnë? Mirë shumë. Tash vetëm kom startu me përgatit pjatën, cordon bleu. Do të bëhet me cornflakes. Me qka fillon? Përgatitja e mishit, do të me shtyp, me qekan. Ma herë që nga bëjshë zhurën pak në emision. Saksisht me sta. Okej. E shtypim. Tani e qesëm një risk cheese, salam. Do të duen 2 pjesë të mishi, 2 copat mishi. Okej. Kështu përgatitjet cordon bleu. Është gati. Elhami, ja buna pyetje ma herë Donajt, cila ka qenë pjata e parë në jetën e ti që ka provu me përgadit, për cila ka qenë e jotja? Schnitzel klasik. Okej. Këta e kom po pjatën e parë. Si që tash edhe në emisionin e kalum, me bëj shumë me qef, me dëshirë. Po i lëm pra edhe disa pamje me i marrë kështu nga afër edhe me fillu këtë përgaditje, me pa dhe ju që shikues dashur se si po bëhet përgaditja nga Elhamia dhe Donati. Donati vetë se ka përfundu pjatën e ti. Donat, po e marrë pak ma afër ta shani? Sa mirë. Sot kemi me provu sushi, pra nga Donati këtu në pasion e profesion. Qështë shkoj gjithë shka? A e pa të vështirë? Jo. Jash kuzhinës tënde kështu? Ja, jam ambientu shpejt, Super, po mirë. Puna e sushit
tregova, është sidomos për njerëz që nuk e kanë provu kurr, ose e kanë provu nashta një herë dy. Zakonisht është mirë me startu me sushi që janë të pjekun ose të paktën gjysmë të pjekun, se është ma e përballueshme si herë e parë. Donat, a ki ndonjë shef kuzhine që t'inspiron ty? Që m'inspiron? Në punën tënde që e bën. Sa i përket sushit, është Nobu, është kuzhinier japonez, edhe i ka të hapur në përkejt botën. Ai është një prej njerëzve që zakonisht mu inspiru për naj pjatë, po. Po, përveç sushit, ndonjë shef kuzhine kështu? Jo, në një që me përmen specifikisht. Ashta vllaun tem, asi po më shtenë. Qa ti do ashta me dojnë, ku po e arrën vllaun? Vlau është qështu njëjtë si une, ajo është maj mirë, po është i gjithan shumë, si për sushi, si për nga ona e mishit, krudë. Sa i përket komplet kuzhinës vlau jam, patjetër. Po, si inspirohesh për pjata të reja? Po zakonisht vin vetë-vetiu, nashta shet diçka të re në telefon që nuk e bën njëjtë komplet, po kombinon diçka. Merr pej secilës diçka edhe kjo punë është që është art faktikisht, edhe lyp pak edhe imagjinat, edhe normal. Pej secilës pjatë nga pak, del diçka e mirë. Me zi po pres me provu, po ta sho edhe Elhamia se është gati me pjatën e ti. Elhami, po të shkon gjithë shka? Mirë, a ki gati? Po shkon gjithë shka. Për 2 deri në 3 minuta jam gati. Okej. Edhe pak më duhet. Elhami, po të pyesë edhe ty, a ki ndonjë shef kuzhine që t'inspiron këtë punën tënde që e bën? Për cili emisione të ndryshme të gastronomisë, për momentin nuk është më kujtu dikush që e kisha veçu, po masi që jam edhe në këtë profesion, natyrisht që shqeqaj shumë emisione që i përkasin gastronomisë. Po ti vllaun se përmende, Besnikun, pse? Se Donati tha e përmendi vllaun e vetë. Ti e harrove krejt Besniku në Austri atje. Natyrisht që hapat e pari ku marrë prej vllaut, Besnikut, ai është, si që ashtë në emision e kalun prej 2002-ës në fushën e gastronomisë, natyrisht që shumë këmë pësu prej ti. E shikues dashur, përshkëputemi edhe për blokun e 2 të marketingut dhe qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do i provojmë këtu pjatat në Pasion e Profesion. Shikues dashur, u rikthyem pas blokut të marketingut e mos të harroj të përmend pastat nga P&K, që gjithmonë i përdorim në shtëpit tona, por gjithashtu edhe në studion e Pasion e Profesion. Pastat më të mira në vend, kështu që mos harroni me i bledhe ju për shtëpit e juaja, për recetat e juaja. Edhe Elhamia e ka gati. Pjata është gati, natyrisht pjatën e shoqëron edhe ketchupi Podravka. Zgjedhjen më të mirë e ke bo. Ketchup nga Podravka. Edhe jemi gati me shku me e provu. Po shkojnë të vendi, se kom mysafirin du pritë të qatje, edhe ju presë dhe juve dëve. Është duke më pritë Emini. Herën e kalume, në javën e kalume, pra Emini ka premtu që do tjetë në këtë muajnë e Austrisë këtu me ne me provu ushqime. Emini mirë se erdhe dhe njare. Shumë knatësi me të pas këtu. Knatësi është e imi, jam me nëzi po pres me i provu prap pjatat e këtyne kuzhinjera u talentum. Ki bo zgjedhje shumë mirë që edhe e ki bu një premtim shumë mirë. Javën e kalume që ke thonë po, pa tjetër për me arë. Ka qenë kusht kë. Absolutisht me shumë knatësi. Po e presim pra edhe Donatin bashkë me Elhamin, me i sill pjatat e tyre dhe me i provu. Kemi me provu sushi. Javën e kalume kemi pas pak probleme chopsticksa. Po besoj që javë këna mi adolë diqysh. Pjatat po duken tepër të bukura kështu me i po besoj që edhe shia ka më kone t'il. Sa të mira. Wow.
Si harove, a? I përmene chopstickat. Unë tash javën e kalume kena pas problem. Ka shumë se emini që nuk dinë me i përdor, shkak që është diçka e rete na. Po, unë sot me tregu për këtë një life hack. Okej. Qysh me i përdor sa ma letë. Sa mirë, po mësojmë shumë gjëra këtu në Pasion e Profesion. Po më dhimë të shoku jam, që nuk po mundet. Pra veç që vendosim kështu. Edhe. Po pasaj që kjo ka ma letësu jetën mu. Po besoj që po. Okej. Sa mirë. Do më thonë nuk ka nevoj me Ja, ishte me veç qështë, a? Super thjesht që tash nuk i arsye mos me i përdor. Okej, atëherë unë po provoj qëto me që edhe i kam Miret. chopsticks. Bofshin mirë. Faleminderit shumë Donat. Për gjithë ju shikues dashur që e mënyra më e lehtë për me provu sushi me chopsticks dhe me pallë. Shije me të vërtet e mrekullueshme. Ju më shëndur Donat, Faleminderit shumë. perfekte. Provoj edhe të Elhamis, edhe unë pasaj vazhdoj i provoj dyjajt. Po e bëj një pjesë pak më të vogël, në pas më qetë. E mrekullueshme. Shija me të vërtet e mrekullueshme. Koka pak crispy ashtu. Perfekte. Faleminderit. Komente shumë të mira. Me të vërtet. Unë me sushi e kam pak problem. Pse nuk mundeni me bu sushi hala ma të vogël? Kërkesë speciale kjo, ha? Po, Herën tjetër. për mu. Herën tjetër, po. Nuk po japi komente heqone, së shumë qishme. Për gjithashtu këta po e provoj me keqapin e Podravkës. Dy pjata totalisht ndryshme. Kultura e krejt si shtjera, por që dyjat shumë qishme, edhe është vërtet kënaqësi e madhe me pas këtë shumëllojshmëri të ushqimeve në Pasion e Profesion. Faleminderit shumë. Faleminderit. Që jemi vërtet kënaqësi mi u pas këto. Faleminderit juve për ftesën, edhe shihemi edhe hera tjera.